Vrahunonën dhe varosi pranë një pylli për t'i marrë pensionin zbardhet dëshmia e djalit në Itali. Kisha frikë se një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali ku një 58 vjeçar është vënë në pranga pasi dyshohet se vrau nënën e tij 86 vjeçare. Mediat italiane raportojnë se 58 vjeçari e kishte varrosur trupin e saj në një pyll pranë Palazzina di Cascia në Torino. E moshuara ishte shpallur e zhdukur prej një muaji, ndërsa alarmin e ngriti një e njohur 86 vjeçare se cila kishte humbur kontaktet me të. Policia italiane kontaktoi djalin e saj dhe e mori në pyetje. Ai pretendoi se trupin e mamas së tij e kishte varrosur pasi ajo kishte ndruar jetë për shkaqe natyrale. Më pas, djali i moshuarës ndryshoi dëshminë dhe pranoi se e kishte vrarë dhe varrosur, duke deklaruar se kishte frikë të humbiste pensionin e saj, që sipas tij ishte i vetmi burim të ardhurash. Hetimet vijojnë për të sqaruar motivet dhe rrethanat e plota të krimit, ndërsa autopsia pritet të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes.